Tetës nuk kom folë. Po shefi, ma e malë, qefë, s'pat viti sa kini qef besë, unë e kom qef staj babiko. Për besë nuk jem ka foli për qef. Unë jem ka foli se që shqyqoj në arë në një situatë, që kjo qëto takimet për shamën për president, komunikimi për media, veç a i patë që shi menagjun në gazetarët. Po zotja i patë që shi menagjun në gazetarët. 2 orë jashtë, do të të nuk e në gjendje një foltore me qitë, mrena. Kushe ka përkra ma shumë zotin Kurti se nga gazetarët? Po jem falë, unë nuk muj me kuptu se unë im kom vetë zëvëns. Po zëvëns i partis. Edhe e di kur vinë gazetarët presin. Dhe me unë qëfar menagjime, qëfar ecje. Po thune si mera votat opozitës, votat mrena nëshimet opozitës, votat mrena vetë vendosës i ka për president. Ekskluzive. Besnik, deri stash kam pi Vjosa Osmanit. Ti numrana me Albinin, s'po gudzojnë mu ka me Albinin, po na sulmojnë se të flim prej nesh, që po thojmë që zoti Kurti nuk pe propozon Vjosa Osmanin. Që shdojna, s'kisja im shënë Samarit, s'kisja i bënë Samarit im shumë agarë. Nësë jem agarë, po me marrë shemlin ironik edhe cinik të situatës. Vjosa po tenton me ndërtu narrativin si njeri afër të Donald Trumpit. Sebeb e garantu si jini edhe dirama. Dulk pak edhe në protest ma fru pak KPDK-a. Narrativa deri në këto momente, parasimin e emision. Shumë njerës më thonë, Albini, peset Vjosën se Amerikanët, opozitës. A ju ka thirë dikush për Amerikanëve, Donald Trump me onë bëtone Vjosa Osmani. Së narrativa e grupit të vetën të Vjosa Osmani, cilë s'po gudzojnë, në një për para Albin Kurtit, për nasulmoj neve tjere, për tojnë që Amerikanë, që na thirë neve Donald Trump, ja, akona e njëri që menan... Po, narrativa s'jo pëndërtojt. A ju ka thirë dikush për Donald Trump, ja dikush për Amerikanëve me Vjosa Osmani. Po, nuk të ratë më në pa intranu, po kjo zot as më full, më në pa intranu... Po, që pëndërtojnë narrativën o besnik? Me thonë të vërtetën nuk o marrë. Me thonë të vërtetën që Vjosa Osmani në të 2 takimet, edhe në të parë, edhe dytët, e ka neru Kosovën me përfaqësim, nuk o marrë me thonë. Besa nuk o marrë, se është do me thonë bukur përfaqësim i mirë. Me harë me thonë dikush muë, sot, që të, që për thret dikan, Donald Trump vëto filonin. Po kjo është, unë nuk e di dhe mona ka, unë është shishala se thët, na i kur studio këtë punë. Jo, në studio po pëthojnë me statusa, me shkrime, me asë... Unë e po janë një... Po gudzojnë me Albinit, njerës të Vjosës, nuk po gudzojnë me Albinin, se cilin prej nesh, që dalim me qëndrima, se komentojmë deklaratat të zotit Kurti, mungesën e nominimit, na sulmojnë, na shojnë, nuk gudzojmë i rip logari Albin Kurtit. Po narrativa e tyne, hajtë se ju nuk e dini se Donald Trump i ka thonë opozitës dhe Albin Kurtit, nuk ka ti si din sanet, dhe ta më shenja një si kështu besnik. Te si din sanet shohë janë dhe janë mirë, Amerika, Vjosa Osmani. Qa ta shtrova si pyta, ju ka thirë dikush për Amerikës, besnik, jo thonë. Nuk dija me ty, pra për Amerikës, a kam qenë me ty për Amerikës, lidhë me ty për Amerikën, ajo, u lidha me dikan. Jo, të one jo, s'ma ke qilë telefonin. Ja, ta kom qilë telefonin, po të njëjtin sanet tash, po du me thonë tash edhe një ekskluzive. Koha, kur dikush ja bjen një shteti demokratik, të pavarur që 18, një zardh, me i thonë, vëto që ton, ka maru, it's over, u deka e ku nuk ta bjenë mo, kanë punë matë më dhoja, u kalë Ukrajina, kryeministri Ungarisja ka bloku bashkimit Evropian parat me që në Ukrajinë, sot është luft civile Meksika, Venezuela është në probleme, Irani, këtë forësat, tash më mirë neve, me ardhë neve, Donald Trump, në të vëtën e filonë, kjo nuk ndodhë. Dhe kjo kur nuk ndodhë. Mirë po. Narrative për ndërtoj njerës të Vjosës kështu. Nuk po guzojnë Albinin, nuk kom se s'pe propozon. Neve po në thojnë ju, pëse po folin s'pe propozon Albinin. Nuk është. Në Kosovë egziston, të më thonë, egziston një demokraci funksionale, e ka emnin, e ka veshpak, e ka notën 10. Rëziku i Kosovës, është që kjo demokraci, që është shembull zgjedhur, pa marrë parasysh që na kem hup sjalon, është shembull zgjedhur, mundet me u kthy totalisht një autokraci e përfaqësuar prej një regjimi partijak, se ti thujnë, në fillim thujnë dita e mirë, shien sabah, a thujnë që shto. Në ditën e parë, e pruni buxhetin procedurë shpejt. Në ditë e dytë, e zgjedhi, domethënë e rriti qeverinë me 21 ministri. Ditën e tretë tha ministri thash buxhet i përkohshëm. Buxhet i përkohshëm. Domthonë këtu jemi na turshit në autokrasi. Unë si deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës do të mundohem me ja njoft se cilit meritën e vet
që bërëm prej demokracisë, po me luftu deri në ditë kiametit autokrasin, se autokrasin nuk e duron ky popull. Po jo me ofendime, veç me argumente, qysh ja dhash argumentet një ka një. Pra unë po ja një zotit Kurtit atë kalkulimin që e buni numerik dhe ai kur e përjashtoj pak a shumë Vjosën, dhe nuk e tha në njërë eksplicite, po e përjashtoj në njërë A përjashtoj sot Vjosa Osmanin? Do gjë. Jo krejt, po në mënyrë bukur Formën e zotit Kurti. në formën e ti që shden me rima me kështu, do me thonë, i kalzoj, tha, numrat, tha, as një me një nuk janë. Do me në përgënjeshtoj kryetarin e LDK-s. Numrat, tha, duhet me konë ma gjonë. Edhe, aty e përveshtoj Aleoncën, tonë nuk ju duke numrat. Diçka nuk i... E për fund krejt, si komentoni përjashtimin akës nga zoti Kurti? Po, Arrogancë, si dikur më shef të mas Albinit në protestat për demarkacionin, më shef ke mas zotit Haradinaj, edhe janë ato dy pamjet fantastike kur e nëzjerë pikotoni. Po, vje keq që po këthena prap. Shkurt si kena 23 sekonda. Ja, dhe 30 sekonda. Unë i qatë në partije, ka dalë një breseni, fort i keni dhonë zërë protesta në shatora bashkë, ka dalë një mëre. Ka dalë, e mbrojtëm, shkum të 92-shi, të stacioni me nëzirë, me policie me zërë, heno me ato letrat. E ta është zoti Kurti dhe më thonë punohet, a din që Alonso Avlarmin e Kosovës, po ta përfundoj me shto. Është pak numra, po jem të fort, 7-6 numra, po të kallëzoj sa, zdi sa numra tjerë vlejmë. Zëtë Najri, ishte knasis dhe erën të vasë të djo, knasime varë se du bashkë, falenderit shumë për kohën konsideratën. Respekt. Të rejnë atë mirëshimi. Kush do tjetë tek do tjetë, politika edhe përsia fjales publike në Kosovë,